Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju demonstroj një ilaç që është kundër rënjes së flokëve dhe ai është lëngu i kepës së kuqe. Nëse vuani nga rënja e flokëve, kjo recetë është fiks për ju. I qep të kuqe do t'i presim në mes, sikurse në video. Pasi që i kemi prerë, do të vazhdojmë që t'i bluejmë në një blender. Ky lëng i kepës së kuqe do t'jetë një mrekulli e vërtet për juve. Nëse e provoni, do të bindeni më të vërtet. Përimin do ta bëni 3 herë në një javë. Se keni humbur shumë flokë gjatë shtatzanisë, ky lëng i qepës së kuqe do t'ja rikthej flokët tuaja. Ju lutem që përdorimin ta bëni me rregull. Nëse nuk e bëni me rregull, nuk do të ketë efekt. Mask duhet ta aplikoni në skalpin e kokës dhe ta masazhoni shumë herë kokën. Pas një jave e gjysmë do të vereni se si do të fillojnë flokët e reja që të dalin në sipërfaqe. Ky mask është 100% bio dhe pa efekte anësore, kështu që nuk keni pse të frikoheni për efektet anësore. Unë kam përdorur rregullisht këtë mask dhe tani flokët e mia janë shumë të shëndosha dhe shumë të forta. Siç e kemi grier qepën, vazhdojmë që ta hedhim në një shami ose çfarë do t'ju ka qelluar në shtëpi, që t'ja shtrydhim lëngun. Dhe siç e shihni se sa lëng kam nxjerr unë nga 3 kokë qep. Tani do të hedhim dhe 200 ml vaj ulliri të virgjër. Regjistrohuni në kanalin tim duke më bërë subscribe, sepse do të ketë shumë video të tjera me shumë vlera që mund t'ju ndihmojnë. Për ta forcuar edhe më shumë, këtë lëng do t'ja hedhim edhe 2 thelbinj të hudrës. Siç e dim të gjithë, hudra është një mrekulli e vërtetë. Pasi që ta kemi përgatitur, do ta lë të paktën 2 orë që të pushojë, në mënyrë që të gjithë përbërësit të kombinohen. Mask mund të qëndrojë deri në një javë. Mos e vendosni në frigorifer, por mund ta lëni në një sirtar të kuzhinës, ku nuk ekspozohet me diell. Shpresoj që do ta përgatitni dhe do t'ju ndihmoj shumë. Ju faleminderit për shikim, ju lutem e lëni një koment nëse e keni provuar.